Dihet dhe që shqiptarët e New Yorkut, flas pjesa që është marrë me rrugën, kanë pas një simpati të jashtëzakonshme për John Gotti. Si anekdot, po të them një gjë, ka qenë një lokal ku në katin përdes, John Gotti plaku, kreu i mafjes, luante letra. Ishte bigjosi i thekur. Bile ves e kishte shumë të gjë. Dihet që kishte një tavolinë të vetën ku ulesh ai. Shqiptarët arritën, këta shqiptarë që them nga ajo lagje e John Gottit, gjetën mënyrë se si të hyjnë në lokal, të shpërthejnë derën, ta gjejnë ku ishte tavolina, ta marrin dhe të zhduken. Nuk morën asgjë, vetëm atë tavolinën kanë marrë. Nga që e kanë dashur shumë gjë. Kjo është ngjarje vërtet. Dihet edhe shumë të tjera, po kjo është lidhja me shqiptarët. Në intervistën që më ka dhënë Sami Gravano, më flet dhe për shqiptarët dhe më ka thonë nuk ka një komp ose gangster apo trima mafioz që janë 100% të ngjashëm me ne, por nga kodi janë shqiptarët. Asnjë tjetër. Shqiptarët janë ata që nuk kanë nevojë të na përsërisin ne, të tjerë na kopjojnë, kurse shqiptarët janë eksaktësisht si ne. Vuri shenjën e barazimit aty. Dhe unë di që ai ka pasur, nuk ma ka thënë, nuk ma ka pranuar, po nga informacionet që kam nga FBI-ja ose prokurori i lartë, di që ka pasur disa emra shqiptarësh, nuk do t'i përmend, që kanë punuar për atë dhe kanë qenë njerëz më të besuar. Ato disa për aty kanë qenë gjallë deri vonë.